Muajt gusht shtator përkojnë me hedhjen e rasatit të Koranit në liçenin e Ohrit, një traditë që në Pogradet shoqërohet edhe me festën e Koranit. Edhe këtë vit aktiviteti bashkoi kuzhinjerë të zonës, të cilët prezantuan tava të ndryshme me Koran, të përgatitura sipas recetave tradicionale. Është një specie e jashtëzakonshme dhe për fatin e mirë të jetës time, unë kam privilegjin për ta gatuar atë këtu dhe 35 vjet më përpara. Poradeçarët tërë jetën kanë gatuar në tava dheu dhe në tepsi, siç i kemi e neve. Këtë vit kishim edhe risit shumë të reja për sa i përket Koranit, po edhe elemente të tjerë të cilët ndihmojnë në pjesën gastronomike dhe për turizmin. Kam provuar Korani për herët e parë, edhe është vërtet shumë e mrekullueshme. Ka një shije vërtet shumë të bukur, shumë të mirë, edhe do provoj përsëri. Këtë vit në liçen po hidhen rreth 2 milion rasat të rinj Korani. Zëvendës ministri i bujqësisë Arjan Jauplari tha se procesi do të vijojë edhe në vitet e ardhshme. Vit për vit ka pësuar rritje dhe këtë vit do të hedhin 2 milion rasat të Koranit në liçen. Dëshirojmë që edhe pala tjetër të hedhi përsëri sasinë tonë, por ka vite që nuk e ka bërë këtë gjë. Festa solli gjithashtu muzikë dhe argëtim për Mira Pushues, me një koncert ku ngjitën në skenë grupe dhe artistë të njohur nga Kosova, mes tyre Fisnikët, Trix dhe Poçi Band.